Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt. Si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku ditën e sotme do të rikthehem personazhet, por me detaje të reja të zhvillimeve të historisë të tyre. Do të bëhet fjalë pikërisht sepse në fundin e sezonit të kaluar, përpara se ndodhte edhe genocidi në ambientet e televizionit News 24, në temperatura shumë të larta, mbriti një zonjë e cila ishte nëna e 8 fëmijëve dhe në kushte njerëzore ajo tregoi se si jetonte me 8 fëmijët e saj, se si i duhej të largohej për mbijetesë së bashku me bashortin të mblidhin kanaçe, se si njëri prej fëmijëve kreu aksident, personi që e ndihmoi ishte pjesë e studios emisionit Me Zemër të Hapur, së bashku me këtë person, me zotin Alfred, ato shkuan pranë Bashkisë së Tiranës dhe nëse mbani mend temperaturat e larta të verës së këtij viti, bëri që mos tregojë as pak njerëzor stafi i Bashkisë së Tiranës. Gjithsesi, teksa shikonin që fëmijët kishin nevojë për ujë të pishëm dhe pinin në shatrivanin e Tiranës, i cili ai ujë ishte për të freskuar ambientet rreth e rrotull kësaj bashkie me turistët e shumtë që kishin mbritur në Shqipëri gjatë verës, ndërkohë që familja erdhi menjëherë pasi la ambientet e Bashkisë Tiranës, mënyrën se si u sollën këta punonjës, erdhi në News 24 në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, tregoi se si mbijetonte ajo familje në ato temperatura, megjithatë kjo familje ka zhvillime të reja të historisë. Ju keni parë që televizioni News 24 kësaj familje ka kushtuar edhe një reportazh shumë të gjatë të bërë pikërisht nga kolegu im Osman Stafa. Është i vetmi televizion që flet vazhdimisht për këtë nënë të mbuluar me 8 fëmijë, e cila jeton me bashkëshortin, jeton me vjerrën, me kunatën, por ajo çfarë kemi parë javën e kaluar në fakt, kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur, Anila Akmataj, ka qenë në shtëpinë e tyre, mysafirët më të rinj në këtë familje janë minjt. Ato jetojnë edhe me minjt, më shumë ka minj se sa ka pjesëtar të familjes, por ka dhe zhvillime të reja, sepse përveç 8 fëmijëve, ata tashmë janë bërë 11. Pse janë bërë 11? Kush është nëna që ka braktisur 3 fëmijët pranë zonjës Fabiola, na një materiali i përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur, Anila Akmataj, pa munguar edhe zoti Alfred, i cili ka qenë i pari që e ka denoncuar rastin e Fabiolës dhe fëmijëve të saj në televizionin News 24, për më shumë ndiqni insertin dhe rikthehemi edhe me të ftuarit e ditës. Në zemër të kryeqytetit larg dritave dhe zhurmës së përditshme, fshihet një histori e dhimbshme e varfërie ekstreme. Në një godinë të amortizuar mes lagështirës, mureve të plasaritura dhe pranisë së minjve që lëvizin lishëm, jetojnë 11 fëmijë të mitur, nga vetëm 8 muajsh deri në 9 vjeç. Fëmijë që në vend të lodrave dhe kujdesit të merituar, përballen çdo ditë me mungesën e ushqimit, ngrohjes dhe kushteve minimale të jetesës. 30 vjeçarja nënë e 8 fëmijëve mban mbi supe një barre dhe më të rëndë. Pas burgosjes së vllajit të saj, nusja e tij braktisi 3 fëmijët, duke ja lënë në derë. Sot 11 fëmijë ndajnë të njëjtin fat, të rritur në kushte të jashtëzakonshme varfërie, ku çdo ditë është një sfidë për mbijetesë. Kryefamiljari punon pa pushim, duke bërë çdo lloj pune krau vetëm që të sigurojë 2 vakte të thjeshta në ditë për fëmijët. Por përpjekjet e tij nuk mjaftojnë për të përballuar nevojat e një familje kaq të madhe. 30 vjeçarja rikthehet për të disajtën herë në emisionin Me Zemër të Hapur, me shpresën se zëri i saj do të dëgjohet. Ajo nuk kërkon luks, por vetëm kushte minimale jetese për fëmijët, një çati të sigurt, ushqim të mjaftueshëm dhe mundësinë që ata të rriten me dinjitet. Apeli i saj është një thirrje për ndihmë, një lutje që këta 11 fëmijë të mos mbeten peng i varfërisë ekstreme dhe rrethanave të pamëshirshme të jetës. Ndiqni emisionin. Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt. Pra, historia e Fabiolës, e cila është bërë publike fillimisht në emisionin Me Zemër të Hapur dhe më pas ka vijuar me reportazhin e kolegut Osman Stafa, rikthehet në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Ajo çfarë ka parë kryeredaktorja në terren pranë kësaj familje është që kjo familje përbëhet nga 11 fëmijë. Dhe ju do thoni pse në verën e vitit kaluar, ku kanë kaluar vetëm 6 muaj, ka pasur 8, pse janë shtuar edhe 3.
familje, sepse nëna e këtyre 3 fëmijëve, kunata e Fabiolës, i ka braktisur këta 3 fëmijë, duke i lënë ke kunata, bashortin e ka në burg, do të flasim edhe për këtë histori, ndërkohë që 11 fëmijë, Fabiola vet ka tentuar disa herë vetvrasjen, është bashorti i saj i cili mbledh kanaçe, Fabiola ka lënë punën sepse teksa mblidhte kanaçe, djali ka kryer një aksident, po për fatin e mirë dhe për ndihmën e drejtë për drejtë që i dha zoti Alfred Muça, por edhe shumë të teleshikues që na ndoqën asaj kohe në studion e emisionit Me zemër të hapur, jetojnë së bashku me vjerën dhe kunatën. Imagjinoni domethënë sa antar ka kjo familje, po më shumë se sa antar, ata kanë edhe banor të tjerë në shtëpi që unë i quaj të bashkëtosh me minjt. Dhe në fakt ju e pat edhe nga planet e marra nga kryeredaktorja e emisionit Me zemër të hapur Anila Akmataj, është shumë e dhimbshme teksa i shikon të gjitha këto pamje. Në sajt e emisionit Me zemër të hapur, kësaj familje ju lidh ndihma ekonomike prej 240.000 lekësh të vjetra. Por pas transmetimit e emisionit Me zemër të hapur, u përmendën me emër dhe me mbiemër punonjës të Bashkisë së Tiranës, të cilët më pas kanë shkuar pranë kësaj familje, duke e kërcënuar dhe duke i thënë për të mos dalë më në këtë televizion. Me mua në studio ditën e sotme do të jetë përsëri zoti Alfred Muça. Përshëndetje Alfred, mirë se erdha. Mirë se gjeta, përshëndetje. Në radhë partë falenderoj, je mik i ngushtë i këtij emisioni, ku shikon të tilla padrejtësi apo histori që ne kemi trajtuar së bashku, menjëherë më telefonon dhe thua, zonja Evis, ka ndodhur kjo apo ajo, nga 8 fëmijë tani kemi 11, se një nënë e papërgjegjshme, teksa burri është i dënuar dhe ne do flasim se për çfarë është i dënuar, ai i mori 3 fëmijët, ja la kunatës për t'ikur për një burr tjetër. Dhe kjo është e papranueshme. Por ka një ngërç ligjor, por dhe emocional, pikërisht për t'i dhënë ndihmë Fabiolës, për të mos e penalizuar Fabiolën. Ajo ka 8 fëmijë, mënyra se si halla i mban ato 3 fëmijë, do të më flasin ekspertët, nuk dua t'ju friksoj, dua vetëm t'ju mbroj. Jo, e shikoj që po më shikon pak çuditshëm. Në fakt, dua vetëm ta mbroj Fabiolën. Sepse ka ndodhur shumë gjëra me Fabiolën, unë nuk e di, a do ta preki pak Fabiola historinë edhe të saj personale, besimin e saj, me mua në studio, në Vrusa Dori avokat. Përshëndetje avokat, mirë se erdha. Përshëndetje, mirë se gjeta. Ju vini nga shoqata avokatëve antikorrupsion, detektive privat, me në krye avokatin zotin Due Pietra, themelues edhe i gjykatës së arbitrazhit. Faleminderit që je me mua në studio, në krahun tënd, Eduard Tafa, psikolog klinik, psikologu më prej vitesh, përshëndetje Edi, mirë se. Përshëndetje, mirë se gjeta. Besoj se kjo histori të lë pa fjalë, të lë pa frym, por që ky është realiteti. Shumë komplekse, por ama do përballemi drejt për drejt me realitetin. Është shumë e rëndësishme që të bëjmë një vlerësim të saktë të gjithë situatës, sepse edhe për ne duhet ta dëgjojmë pak ndoshta edhe të dhënat e tjerë, pra çfarë është bërë me rastin, duke qenë se rasti është, po themi, ka ndërvepruar me protokollet bashkiake psikosociale. Të shikojmë pastaj të japim, po them, në mënyrë më të lehtësuar dhe si të ndihmojmë rasti. Qartë. Dua të lidhem drejt për së drejti me Fabiolën. Fabiola, përshëndetje. Përshëndetje, si jeni? Mirë, faleminderit. Ndërkohë që ti muaj më parë, vetëm 6 muaj më parë, ke qenë në fundin e sezonit të kaluar në ato temperatura të larta, së bashku me Alfredin në ambientet e televizionit News 24. Asa kohë të kishim të mbuluar, dashur apo jo? Po. Ndërkohë që mësova një lajm. Nuk e di se sa i vërtet dhe se si mund të ma konfirmosh. Ti e ke hequr Shamin e dashur? Po, e kam hequr. Çfarë ndodhi? Kam hequr sepse fillon mjeti të mbullizu, ku më para ishe me Shami dhe tani dolem, më përpara ke qenë pa Shami dhe tani dolem me Shami, ti duhet ta heqesh, Shuani, Okti dhe më erdhi zor, thash nuk e di se çfarë kem, edhe rita dhe hoqë Shami. Fabiola, ti në fakt e ke treguar historinë tënde kur ishe ende e pambuluar. Dhe më pas ti dole e mbuluar sepse ishte një çështje besimi. Pra ti kishe arritur në një pikë të besimit tënd për të mbuluar. Apo jo? Çfarë do që të thonë njerëzit? Pse duhet ti ta hiqe Shamin kur kishe arritur në një gjendje shpirtërore të besimit tënd për të mbuluar? Pse duhet ta bëje ti këtë veprim për shkak të njerëzve? Ti kishe mbulesën për shpirtin tënd, për besimin tënd. Po, nuk e di sepse e bona këtë veprim, dhe vetë nuk e kuptoj se si e kam bërë këtë veprim. E qartë. Tani e ke marrë, nuk ka më kthim pas, apo jo? Jo. Besimi vazhdon, qëndron, i ngulitur shumë thellë tek ty. Besimin e kam në shpirt në zemër.
Fabiola, me njerë pas emisionit me zemër të hapur, unë do ta falenderoj zotin Alfred, i cili më tha që juve ju është dhënë një asistencë prej 220.000 lekësh të vjetra. Unë e di që janë pa mjaftueshme, 8 fëmijë, ti bashkëshorti dhe po në atë banesë jeton Vjera Kunata, sepse kam mbritur kryeredaktorja e emisionit me zemër të hapur dhe ka gjetur shumë pjesëtar të familjes tuaj. Ju jeni shumë antar. Po, është familja ime, është Vjera me Verin, kurse Kunata erdhi atë ditë që erdhi Anila, ishte ardhur me një natë ke mami vet, të nesme pastaj ishte, nuk është pjesë e familjes time. E qartë. Pra, Vjera, bashorti, ti dhe 8 fëmijët. Po. Do doja të dija, nga 8 fëmijë, sot ty t'janë bërë 11 fëmijë. Po. Çfarë ka ndodhur? Çfarë ka ndodhur? Vllai për disa gjërat e veta, ra mrena. Sa kohë ka vllai që është burgosur? Vllai për bën 6 muaj. 6 muaj. Çfarë ndodhi përpara 6 muajsh me vllain tënd? Po, ndodhen disa gjërat e veta që unë nuk du që t'i bëj publike, sepse ata janë bërë, po nga ana ime nuk du që t'i bëj publike. Edhe erdhi e pruni mami me nusën e vllajt, ta shkorim një natë ke Kunata jote. Po. Me që ajo ishte muzit nga ana e shoqit vet. Edhe erdhi një natë këtu, po të nesmen ishte vak dreke. Po. Edhe ajo erdhi këtu një natë të nesmen, po një që kishte bërbo me ongë e gjitha, në la në gjumë, që që në vak dreke ora 12 të ca, edhe iku. Kur e në ngrit në gjumi, që po me vllai në telefon, më thotë, Lola si jemi, i thëmë, ku është Kamela më tha mua, për nusën e vet, edhe unë i tash, duke të dhe jetë në banjë, i tash, ishte dera në banjës mbyllur, ishte goca mrina. Edhe kërkoj për me gjetë, nuk e pash, as në një vend. Nuk dhja se si t'ja i pja shpjegimin vllajt, sepse ishte ndër time. Kjo. Edhe nuk e gjeta më me të drejtën. Mora pastaj fëmijët i çova ke mami, të 3. I majti mami atë natë atje. Shku më bënëm një dënëncim, kallëzim që për kisje fëmije. Edhe policia në dha të një shpjegim. Në momentin që ajo vjen dhe ju bën kërcënime për fëmijët, ju duhet lërmoni direkt policin. Prej sa kohësh i mban ti 3 fëmijët e zonjës? Por që janë dhe të vllajtën, prej sa kohësh i mban ti ata fëmijë? Unë po bëj 5 muaj. 5 muaj që i mban? Po. Po nuk e kam bërë të ditur që ku është kjo pjesa që kam marrë në emision, nuk e kam bërë të ditur, sepse thash hajtë se nuk du me nxjerr fëmijët e vllajt. Shiko, si quhet Kunata jote? Më the Kamela, kush? Kamela, po nuk jam mbaj mend mbiemrin. Nuk jam mban mend mbiemrin Kunatës? Po, Kunata, nusës vllaj. Po vllai jot si e ka mbiemrin, se besoj ajo do ketë mbiemrin e vllajt tënd. Si? Jo, nuk kanë kunor. Nuk kanë kuror? Jo. Sa vjeç është Kamela? Ajo është 24, nuk ka 25 në gjëtë. 24, 25 vjeqe. Prej sa vitesh ka që bashkëton me vllajin tënd? Me vllajin tim bën 5 vjet. 5 vite? Po. Si ka qenë marrëdhënia e të dyve? Ka qenë shumë e mirë. Ka qenë shumë e mirë? Po. Çfarë ndodhi natën që ajo erdhi së bashku me fëmijët për vizitë, për të fjetur, për të ushqyer? Çfarë ndodhi? Ju keni qenë në gjumë kur ajo është larguar? Rreth çfarë ore mund të jetë larguar? Në orën 3. Në orën 3 të mëngjesit? Të mbasdites. Të mbasdites. Ju ku ishit në ato momente që iku Kamela? Kena qenë vak dreke, kena qenë gjumë. Keni qenë në gjumë të gjithë? Po. Pe diçka të çuditshme ato 24 orë që ke qëndruar me Kamelën? Jo, vetëm se ishte si tremur, shumë në ftyrë, nuk ishte pak si e zverdhur shumë në ftyrë dhe nuk e kam kuptuar fare. A kishte mjet identifikues Kamela me vete? Jo. Kartë identiteti, pasaport? Jo. Telefon? Çfarë kishte? Jo, telefon nuk ka pasa, po bë kartë nuk e di në të drejtën. Telefon jo. Ju, përpara se të shkonit në polici dhe të bënit kallëzimin për largimin e saj, duke i braktisur 3 të miturit.
Jo, unë si Fabioli, jo. Po mami jot njerë ka më mirë. Mami, po? Po, mami me ka folur, dhe i kanë thënë që Kamela është tuke ne, është ke motrat e veta. Pra jo është rikthyer në familjen e saj, sepse në familjen e saj. ju keni pretenduar që ajo është larguar me një tjetër burr. Për këtë gjë nuk mund të them se është largu sepse nuk ma kanë pas shyu vetë. Atëherë, mund të ma sqarosh pak, Fabiola, që mos e akuzojmë këtë zonjë, vërtet i la fëmijët tek ty, që je halla i tyre. Po. Por do donim të dinim, mamaja jote ka telefonuar familjarët e saj, motrat e saj, dhe ato kanë thënë që është këtu tek ne. Po. Ku jeton Kamela? Në Vlorë. Kamela jeton në Vlorë, në çfarë zone të Vlorës? Nuk e di vendi, po di që është në Vlorë. Jeton me motrat, ka prindër? Me hallën e vetë. Me hallën e vetë. Nuk ka prindër Kamela? I ka në jashtëtit. I ka jashtëtit. Dhe jeton tek halla? Ke halla vetë. Kur mamaja jote e ka telefonuar motrat dhe i ka thënë që Kamela është këtu, a i ka pyetur mamaja jote pse i braktisi ata 3 fëmijë? Ajo i ka thënë thjesht një shpjegim që nuk dua të rimo me djalin ta, Po? sepse ai e bëri gabime dhe unë ika. Kaq. Pra, vlla yt, bashorti Kamelës, bashkëtuesi, babai 3 fëmijëve, e ka bërë gabimin, ajo nuk e falë për këtë gabim dhe ndërkohë iku. Po shumë mirë bëri që iku. Në qoftë se është kështu. Por pse nuk i mori 3 fëmijët? Pse i la fëmijët? Kjo është ajo veprimi e saj që ka. Po nuk e ka pyetur mami jot? Jo, nuk i ka dhënë, ajo e ka pyetur sepse pse ke ik. Po? Fëmijë pse i ke lënë, ajo nuk i ka dhënë asnjë lloj shpjegimi. Pra, ditën që ka ikur përpara 5 muajsh, besoj se duhet këtë qenë verë. Po, verë. Ora 3 mbas dite, ju keni qenë të gjithë në gjumë, askush nuk e pa kur u largua? Jo. Askush nuk e pa. Askush. The ishte e trembur, ishte e zverdhur? Po, pak në fytyrë ka qenë e zverdhur dhe e trembur. Për gjatë këtyre 5 muajve të ka telefonuar, ka pyetur për fëmijët? Jo, Mbas sa kohësh ti shkove dhe bëre një kallëzim në polici? Atë ditë që ka ikë. Atë ditë që ka ikur, ti ke bërë kallëzim në polici. Po pasi, nëna jote, po pasi mami foli me motrat, foli dhe me vetë Kamelën, shkoi në polici dhe i tha se ku është Kamela, ku gjendet, se ajo duhet akuzohet për braktisje të fëmijëve. Po, ajo i ka thënë që unë jetoj në Vlorë, Po? ke alla ime, vetëm kaq i ka thënë. Po? Dhe mami ka thënë, dëgjoj këtu i ka thënë, ti me vërtet ke ikur, i tha mami ime, pa ma fëmijë nuk e shanë zvisht i shokësh më dhe ne jemi 100% që ajo fëmijët nuk ka për të taku mo, sepse ajo i braktisi, që është kjo non që i lënë 3 fëmijët e vetë. Jo, dakord, edhe absolutisht jam me ty, por çështja është që mami shkon në polici, e denoncon për braktisje të fëmijëve, e denoncon të zhdukur dhe të humbur, ajo më pas kontakton me vetë Kamelën, por rishkoi edhe një herë në polici për t'i thënë që ndodhet në Vlorë, sepse ajo që ka bërë Kamela është vepër penale. Po. Dhe ajo duhet të dënohet, pra policia duhet të ketë të dhëna se ku ndodhet Kamela, nëna e këtyre 3 fëmijëve. Po, për të qenë është në Vlorë. Për të qenë është në Vlorë. Jeni të sigurt kur është hera e fundit që ka kontaktuar mami jot me Kamelën? Nuk e mbaj mend me të drejtën, po bën një 2 muaj më shumë. E kuptoj. Po për vitin e ri nuk tentoi ajo të lidhej me fëmijët e saj? Jo, fare. Nuk e kuptoj se si kjo nën ka kaluar vitin e ri, e vetme, me motra, duke festuar. Se ka kalu me njerëzit e vetë, nuk është se ka kalu me fëmijët e vetë. E qartë. Mirë, unë i bëj një herë thirrje Kamelës, nuk e di, ti thua që unë nuk ja di mbi emrin asaj. Jo, nuk e.
Jo që ja di, po nuk jam mbajnë mend për momentin ku që kujtohet. Për momentin nuk jam banë mend. Unë i bëj thirrje Kamelës nga Vlora në qoftë se po ndjek drejt për së drejti, që ka braktisur 3 fëmijët e saj, duke ja lënë Kunatës, Fabiolës, pikërisht përpara 5 muajve, të kontaktoj në numrin e telefonit 069 20 37 000, ose në të kundërt, ajo duhet të paraqitet në policinë e Vlorës, por edhe në policinë e Tiranës, sepse është bërë një kallëzim ndaj saj dhe ajo shumë shpejt do penalizohet për braktisje dhe do akuzohet, madje për braktisjen e 3 të miturve. Kalojmë në hapësirën e parë publicitare dhe rikthehemi në pjesën e dytë dhe të tretë të këtij emisioni. Bas hapësirës së parë publicitare, jemi drejt për së drejti në pjesën e dytë të emisionit. Një zonjë 24-25 vjeçare, e quajtur Kamela, momentet e fundit të saj janë pranë motrave në Vlorë, nuk e dim në çë zonë të Vlorës ose brenda në qytetin e Vlorës, ka braktisur 3 fëmijët tek zonja Fabiola, tek Kunata, pasi bashkëtuesi babai 3 fëmijëve prej disa muajsh është në burg dhe kjo zonjë 5 muaj më parë, rreth orës të drekës mund të themi, rreth orës 15, është larguar kur i gjithë familja dhe gjithë fëmijët kanë qenë në gjumë dhe menjëherë vjera e saj ka shkuar në polici, ka bërë një kallëzim për braktisje të 3 fëmijëve, ndërkohë ka komunikuar me familjar, me motrat dhe ato kanë thënë që jeton me hallën në Vlorë, por nuk e dim saktësisht se ku në Vlorë dhe quhet Kamela. Kamela, në qoftë se po ndjek drejt për së drejti, unë i bëj thirrje të kontaktoj me mua në numrin e telefonit 069 20 37 000, ose në qoftë se nuk do të flasi me gazetarët, të paktën të lexoj pozitat e saj ligjore, sepse tashmë është një kallëzim në polici për braktisje të fëmijëve. Kjo është një vepër shumë e rëndë penale, prandaj Kamela, të lutem, shko në policinë e Vlorës ose në policinë e Tiranës për të treguar se pse i ke braktisur ata fëmijë, çfarë do ndodhi me ata fëmijë, ndërkohë që unë pas pak, Fabiola, më dëgjon? Po, të dëgjoj. Edhe njëherë nuk të erdhi më ndërmend të mbiemri i Kamelës. Jo. Pse fëmijët rrinë me ty? Unë mësova nga zoti Alfred që nëna juaj është e smur, apo jo? Po, është e smura. Dhe nuk i mban dot. Nuk mund t'i mbante dot, sepse ajo i ka 2 vete dhe Shiko, mundësia pa varfërie që ka më keq se unë dhe nuk mund t'i mbante dot, sepse edhe këtu janë dhe shumë fëmijë, po, edhe ato rrinë lozin, janë me fëmijët e mi dhe paktën lozin me fëmijët e kalojnë pak atë. po vllai yt kur e mësoi të vërtetën çfarë tha? Vllai çfarë tha, që do thotë ai shkojt atje menës, burgu mo. Mesazh dënuar vllai yt. Nuk është dënuar, është para burgim. Është në para burgim dhe pritet të dënohet, apo jo? Nuk e di se kur e ka gjyqin. Nuk e dini se kur e ka gjyqin. Keni menduar që si rrethan lecuese këtij babai, tashmë që nëna atyre i ka braktisur 3 fëmijët, mund ta lecoj gjykata, qoftë edhe për masën e sigurisë, se ai është arrest me burg. Po, besoj se kam thënë për në mas ka gjyqin, po inshallah të dali dhe të marrë fëmijët e vet, shofi familjetën e vet. O Fabiola, ti je një nënë heroine, kemi thënë disa herë në këtë studio. Po. Se ti ke qenë pjesë e këtij emisioni. Rrit 8 fëmijët e tu. Njëri prej të cilëve të bëri aksident dhe u shpëtua nga zoti Alfred. Po. Alfredin ndërkohë, por edhe gjithë shqiptarët, sa kam pasur mundësi dhe thirrje të Alfredit her pas here dhe në rrjetin social TikTok, të sjellin vazhdimisht ushqime, të ndihmojnë. Po, më kanë ndihmuar. Edhe pas emisionit me zemër të hapur, ty të shlidhur një ndihmë ekonomike prej 240.000 lekësh të vjetra. Vetëm kaq, apo jo? Po. A mund të të bëj një pyetje si Adel Motor me 11 fëmijë? Në ato kushte? Në drejtën, po mi del shpirtja të burrit tim, edhe në punë atje, edhe për bidona, kanace, edhe njerëzit që më kanë ardhur kanë ndihmuar para një jave, kur ka që Gjifredi më ka pa shtëpinë bosh, dhe unë atë ditë nuk kam qenë në shtëpi, kam qenë të marr plaçka. Më kanë dhënë një kënd. Po. Më ka dhënë 2 tavolina, tapet, robe, lesa, lëllë, qasë më ka dhënë aja gruaja, falenderoj shumë. Po. Edhe për mua është bë, si ku me qenë një nën për mua jo.
që mua ka mbushur shtëpinë plot. E kuptoj. Me shumë vështirësi. Me shumë vështirësi. Megjithatë ti do bëhesh e fortë, apo jo Fabiola? Normal. E kemi mbyllur historinë tashmë të mendimeve negative që ke pasur për veten tënde, apo jo? Të mos i rikujtojmë ato momente të këqija që ti ke kaluar, tashmë ke përgjegjësi edhe për 3 fëmijët e vllajit, duhet të bëhesh e fortë. Fëmijët shkojnë në kopësht edhe në shkollë? Po. Shkojnë? Po, shkojnë. Mos i lër asnjë ditë pa i çuar, të lutem. Jo. Ja kam thonë dhe në emisionin kur kam qenë atje që unë kam qenë vetë pa shkollë, fëmijë nuk duhet të lej pa shkollë, sepse duhet që të bëhet dikush në jetën e vet. Mirë, do më lësh pak momente të flas me Alfredin për ta qartësuar akoma dhe më shumë këtë situatë, pasi Alfredi thotë që unë kam një video, të cilën edhe ne e disponojmë, por që nuk mund ta nxjerrim dot, ku njëri prej fëmijëve të vllajit, djali në mos gaboj, ka deklaruar që mami është martuar. Pra, unë nuk e di se si një fëmijë 2 vjeç mund të bëj lidhjen e një martese, por si duket e ka parë në shoqërinë e një burri. Ti je në dieni të kësaj gjëje? Jo, nuk e ka thënë. Nuk e ka parë? Jo. Po pse duhet ta thotë një fëmijë 2 vjeçar që mami është martuar? Jo, nuk besoj ta ketë thënë, jo. Okej, mirë, më duhet të lidhem edhe me nënën tënde, me zonjën Flutra, edhe ajo është në kushtet që është e smur, por do ketë mundësi të më tregojë ndoshta disa detaje më tepër. Zoti Alfred, kemi Fabiolën ose Lolën, siç e thrisni ju, e cila thotë që unë nuk e di, kemi dyshime, thotë, por nuk e dim, nuk e kemi të saktësuar nëse ajo është larguar me një burr tjetër apo jo. Nuk ka rëndësi se ku ka shkuar Kamela. E rëndësishme është që si ka mundësi që ajo i braktisi. Ti e ke takuar vetë Kamelën apo jo? E ke takuar disa herë. Po. Çfarë përshtypje të la ty kjo grua? Kjo vajzë, se është edhe e re në E moshë. përmbledh me pak fjalë, s'm ka pëlqyer. Pse? Që ditë e parë, nuk e di pse s'm pëlqeu, por s'm ka pëlqyer. Tash në dy ku shkoja unë që bëja në një video për të postuar në TikTok për të thirrë ndihmë, për të kërkuar ndihmë. Ajo nuk pranonte, jo fëmijët e mi i kapte shumë, mos i ka fëmijët e mi. E tash po duhet ta filmoj unë që të publikoj, që të dikush të vej dorën në zemër. Se i vetëm sa dal dot. Po. Që ti e di, unë edhe bisedë që pata, auditorëve e mbyll edhe bisedën. Po, e kuptova. Për shkak edhe të... Ti ke problemet e tua. Unë jam oligark. E kuptoj. Se po të ishe i pasur, dija unë që bëja për ta fëmijë. Po aq mundësi kam. Edhe jemi të tunë të kërkoj ndihmë ke shokët, ke mishë. Unë po bëjmë lypë si joti, thash. Jem të lypë unë, se kështu i blimë me thane, po lypë unë për fëmijët tuj. Jo, tha, i mori fëmijët e vetë të futë këtë ma tjetër. Nuk më pëlqeu fare ai gjest. Shiko, ti në fakt duke bërë këto video dhe më pas duke kërkuar ndihmë në rrjetin social TikTok, ku je dhe i famshëm, ku njerëzit të ndihmojnë, ku ka pasur edhe figura publike të cilët kanë ardhur në ndihmë të atyre fëmijëve, por do doja të ndaloja pak. Ti ke filmuar një moment ku njëri prej 3 fëmijëve ka deklaruar që mami është martuar, ndërkohë që Fabiola nuk po e mbështet. Është një trilli, një fëmijë 2 vjeçar, si mendon ti? Se ti e më në brëndësi. Shiko, Fabiola po e mbron deri në fund Kamelën. Dhe ajo duhet jetë... Video ekziston akoma. Po, ekziston, e kemi dhe ne. Po. Dhe unë i pyes ata 3 fëmijë, ku e keni mami? Se s'po e shifsha më, se as mu nuk ishin tregu këta. Fabiola nuk tregoi, ta mbajti të fshet. Po, i vinte zor. I vinte tur, po. Edhe shkova i ditë unë që ushimet vogla. E thëmë, ku është mami? Mami ka rrugë, thënë të kanamet e vigjit të kësaj. Se janë vigjil fare ta. Tha, është ka rruga. Kur nuk këtha i fjetë 2 vjeqarë, e tha, quni Lolës, është një dikush 7 vjeqe. E tha, mami kësaj është martu, tha. Kaq. Shiko, që Fabiola duket që po e mbron dhe shumë mirë bën, pra ajo ka qenë e kujdesshme edhe kur ka treguar historinë e saj në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Është një grua me shumë dinjitet, vërtet nuk ka shkollë, nuk ka kryer asnjë klasë shkollë. Është analfabete, siç e tha vetë, siç e thoni dhe juve, siç e kemi konstatuar edhe ne. Por ajo është një grua që e di kush është dinjiteti. Më konfirmon në kufje kryeredaktori i emisionit Me Zemër të Hapur, nga bisedat që ka bërë javën e kaluar, teksa kemi mbritur në familje dhe kemi marrë ato pamje të tmerrshme,
ku minjt ishin më shumë se sa antarët e kësaj familje të madhe. Ishte ditën, për Ishte ditën, natën, imagjino do me thënë se çfarë ndodh, çfarë rreziku kanë të gjithë ata pjesëtar të familjes që jetojnë. Flenë me derë mbyllë se i hym një mrena. Pa ty edhe dera s'ka që i bën atyre mijve. Kur ditën kishte një ushtrim mish, imagjino natën. Pa ta thënë ty që mos hyke ti, mos hy, ti. Po. Unë edhe Osman Stafës ati ti thash, si e me zemër në miktësh, se të shofësh... Çudira. Jam toptë. Okej, hajde. Dhe në fakt, kjo më vjen në çudi, si ka mundësi në mes të Tiranës. E ka thënë edhe herë tjetër. Në mes të Tiranës të ndodhi kjo gjë. Anila po më thotë në kufje nga bisedat të lirshme që ka bërë me Fabiolën, po që natyrisht ne nuk kemi interes për t'i filmuar, se bisedat bëhen edhe në konfidencë me personazhet e emisionit. Anila thotë që po, edhe mua ma ka konfirmuar që Kamela është martuar. Do me thëmë bashketon me dika. Po i vjen zorë ta bëj publike. Po nuk ka problem. Nuk ka problem. Mirë, mua më duhet të lidhe me zonjën Flutra, nuk e di në qoftë se kam regjia, sepse minutat fluturojnë dhe më duhet ta kemi edhe zonjën Flutra, ndoshta kemi ndonjë detaj për Kamelën, një vajzë 24-25 vjeçare, e cila ka braktisur tek zonja Fabiola, tek Kunata, pas burgosjes së bashkëtuesit të babait të atyre 3 fëmijëve, pra nuk ka mbiemrin e bashkëshortit, se në të kundër do ta kishim bërë publike, gjithmonë sipas Fabiolës Kunatës, zonja Flutra, nëna e Fabiolës dhe vjera e Kamelës, ka telefonuar dhe Kamela për momentin ndodhet në Vlorë, tek motrat e saj, ka konfirmuar motrat, e ka konfirmuar vetë ajo duke jetuar me hallën. Nuk e di regjia, ju lutem, për të pasur edhe zonjën Flutra, se më duhet të kaloj fjalën me njëherë. E kam. Zonja Flutra, përshëndetje. Përshëndetje. Në radhë të parë do të pyes si e me shëndetja, me Visa Meti, drejtuesja e emisionit me zemër të hapur. Po. Si e me shëndet? Hajtë më ashtu. Je së murë. Sa vjeqe je, zonja Flutra? 29. 29 vjeqe. Djalin e ke në burg, apo jo? Po. Sa fëmijë ke përveç djalit dhe Fabiolës? Kam. Ke. Po. Ti kesh me jetë. Faleminderit. Atëherë, vetëm përpara 5 muajsh, nusja Kamela ka qenë tek Fabiola së bashku me 3 fëmijët, rreth orës 15, kur gjithë familja ka qenë në gjumë, ajo është larguar. Po. Ti ke shkuar dhe ke bërë një kallëzim në polici për braktisje, apo jo? Po. Në çfarë komisariati ke vajtur? Në plazh të Durrësit. Në plazh të Durrësit. Po. Pastaj si re në kontakt me familjarët e Kamelës? Në kontakt me familjarët e Kamelës, domethënë kam rënë sepse unë e kam marrë në telefon, dhe goca më ka shkuar direkt në Vlorë, ku jeton të Kamela me njerëzit e vetë. Po? Dhe ajo ju ka përgjigj mirë për momentin, domethënë. Po? Dhe më mbrapa ju ka përgjigjur shumë keq. Që jo mos mi bjerë fëmijë, që qoj fëmijët në shtëpi të fëmijës, nuk jam me zonja me invajt. Në çfarë vendi të Vlorës jeton Kamela? Me thënë drejtë nuk jam baj mend vendin. Brenda në Vlorë apo në rrethinat e Vlorës? Jo, në rrethinat e Vlorës. Në rrethinat e Vlorës. Mirë, do ta mësojmë shumë shpejt nëpërmjet vajzës tënde se ku në ç'vend të Vlorës jeton. Tani, ajo me kë jeton në Vlorë? Ajo nuk është në Vlorë për momentin, domethënë. Ku është? Unë e kam marrë veç se ajo është martuar në Tiranë. Po? Dhe një 2-3 domethënë ka bërë kërcënime për fëmijët. Po? Që duat viti marrë, po unë nuk jam dakord që ajo ti marri sepse ajo bashkëton me dikë tjetër. Atëherë, si quhet Kamela? Kamela Soqeni. Si, edhe njërë? Kamela Soqeni. Soqeni? Po. Soqeni. Soqeni. Okej. Kamela Soqeni, kërkohet drejt për së drejti, ju përpara sa kohësh e ke konfirmuar bashkëtesën, martesën e saj në Tiranë? Domethënë para një 3 muajve i gjysëm. 3 muajsh e gjysëm. Dhe të ka thënë që duat viti marrë fëmijët. Po. Dhe ju nuk e keni lejuar këtë gjë? Jo, nuk e kam lejuar, për arsye derisa mua të më dali djali. Po? Sepse nuk mund t'ja jap dot fëmijët, se fëmijët i ka djalin mbi sipër, është me emrin e djalit Presa, domethënë. Edhe unë nuk dua që të mi rrisi dikush tjetër të më qetë se jam unë, janë allat e fëmijëve,
Janë gjithë me vërtet, unë jam e smur, domethënë. Por me aq mundësi sa do ke mundësi se djali do t'i mbrojë. Atëri kërkohet drejt për së drejti në studion e emisionit me zemër të hapur, një 24-25 vjeçare, Kamela Soçeni, e cila fillimisht ka qëndruar në Vlorë, pas ikjes së saj përpara 5 muajsh, duke braktisur 3 fëmijë tek Unata, tek Fabiola, tek vajza e zonjës Flutra, dhe përpara 3 muaj e gjysmë ka kërkuar, sepse është martuar, jeton në Tiranë dhe ka kërkuar t'i rimari këta fëmijë dhe nuk është lejuar nga zonja Flutra, nga vjera e Kamelës. Kamela, të lutem, në qoftë se po e ndjek drejt për së drejti këtë emision, na kontakton në numrin e telefonit 069 20 37 000. Unë do ta mbyll vetëm për pak minuta komunikimin në studio me zonjën Flutra. Zonja Flutra, mos e mbyll telefonin, komuniko me kolegen time Anila Akmataj, kryeredaktorin e emisionit me zemër të hapur, na jep një numër në dispozicion të vetë Kamela Soçenit, mund të lidhemi me Kamelën në këto momente, por fillimisht le dëgjojmë edhe se çfarë ka për të thënë avokati Novruza Dori. Avokat, kjo është situata. Situata është me të vërtetë shumë e rëndë, por ajo ku duhet ndalun është deklarimi që bëri në fund Flutura, na i rrëzoi gjithë situatën e ngjarjes për vetë faktin, sepse deri në këtë moment ishim para faktit që thjesht ajo kishte braktisur fëmijë dhe ishte larguar. Tani na doli në komunikimin që patëm me zonjën Flutura që pra mamaja e fëmijëve i kërkon realisht sot. Dhe kam frikë sepse unë do të jem korrekt me të gjitha palët, pavarësisht se nga kush i marr të dhëna në një moment caktuar, por nuk mund të gaboj profesionalisht paktën në raport me këtë gjë. Për aspektin moral, pastaj biem gjithë dakord që fëmijët qoftë një ditë nuk mund t'i lësh në mëshirë të dikujt tjetër apo qoftë ata duke u treguar të gatshëm për t'i ndihmuar. Por ne nuk e dimë se fëmijët kanë qëndruar për një farë periudhe derisa kishte mundësi të sistemoheshin situata pa mundësi e saj. Ka ikur pa treguar asgjë. Ka lënë të gjithë në gjumë dhe ka ikur. Dakor. Në atë moment është konsumimi një vepër penale nga ana e saj, që është braktisja e fëmijëve, për cilin është bërë dhe një kallëzim është kallëzuar në polici. Që ne nuk e dimë se çfarë ka ndodhur me atë lloj procesi, është regjistruar si proces, si ka shkuar ngjarja, çfarë ka bërë organet e policisë në këtë rast apo drejtësisë. Ndërsa në rastin vjen në lëvizje për të tilla ngjarje policia, tani duhet jemi koshient dhe të flasim me zemër të hapur. Dakor, me zemër të hapur, por frazon. Pra, është larguar Kamela nga shtëpia, ka lënë 3 fëmijët edhe kaq. Aty ka mbetur, ta them unë, kjo gjëja. Praktika këtë tregon, fatkeqësisht. Sepse vetë Flutra Vjera, gjyshja atyre 3 fëmijëve, e ka telefonuar nëpërmjet vajzës dhe ajo ka thënë që jam në Vlorë. Policia, si e Tiranës në bashkëpunim me Vlorën, duhet kishin shkuar për ta lokalizuar se ku ishte Kamela Soçeni. Dakor, sot jemi para një fakti të ri që zonja... Nuk mund të pendohesh mbas 2 muajsh e gjysmë të kthehesh edhe të thuash unë i dua tani se kam një burr. Jo, dakor, po... Se babai është në burg, duhet pyetur dhe babai. Po natyrisht duhet pyetur dhe babai, por ne gjithë e dim bash, unë tani ndoshta mund shkoj çik kundra linjës të mendimit që mund të kenë qytetarët, por përveç anës ligjore do flasim dhe për anën morale. Në aspektin moral, unë thash në fillim, në aspektin moral unë nuk marr përsipër fare të tregoj qoftë dhe një minimum të mbështetjes apo të suportit në raport me atë zonjë. Për sa i përket pasaj aspekteve ligjore gjen vend për shumë diskutime sepse nuk kemi mungesën e reagimit të institucioneve në këtë rast. Mungesën e përgjegjshmërisë që kanë zonja në fjalë, pra që është nëna e 3 fëmijëve dhe por fatkeqësisht në këtë rast duhet të ketë kujdes dhe për sa i përket palës që sot ligjërisht gjithmonë flas, sot po i mban këta fëmijë që bën një akt heroik në mendimin dhe gjykimin tim. Por prap nuk mund t'i mbaj pafundësisht. Pra, duhen vendosur disa mekanizma, duhet të rregulluar kjo situatë, sepse është pak situatë në cilën të gjithë fëmijët nevojnë, gjithë këtë situatë. Të gjitha këto janë palë. Qoftë zonja që foli tani, për sa zonja që po i mban, ndërkohë po i strehon, mamaja e tyre, pra janë gjithë palë në këtë mes, por ata që dëmtojnë janë fëmijë. Dhe interesi më i lartë të fëmijëve, ndoshta edhe psikologu do të shpjegojë më mirë që është që këto situata duhen qetësuar dhe nuk është thjesht për të mbajtur situatë konfliktuale. Ky është për sa i përket gjykimit moral. Në gjykimin ligjor po Fabiola u tregua shumë diplomate, ë? Konata u tregua diplomate. Ndoshta i duhet për ta bërë në këtë moment, duke pas dhe vllajën e vet, i cili fatkeqësisht ndodhet në ambientin e paraburgimit, duhet ta mbajë këtë rol për të mbajtur gjithë këto ekuilibra psikoemocional dhe të vllajit vet, dhe të vetës, dhe të fëmijët. Unë shikoj që interesi i fëmijëve në këtë rast është vendosur i parit dhe gjë që duhet të jetë më së normale për të gjithë. Mirë, ikën nëna, i lë të gjithë në gjumë, bëhet një kallëzim, lokalizohet nëpërmjet telefonatave të njëpasnjëshme, se ku ndodhet, policia nuk merr asnjë mas në bashkëpunim me policinë e Vlorës, por pas 2 muajsh e gjysmë telefonon për të thënë që dua të vi ti marr fëmijët. Mos interesimi prej 5-6 muajsh. Sepse nuk mund të marrësh fluturën, e cila nuk rri dot me fëmijët e tu, për shkak të smundjes së saj,
dhe nuk telefonon drejt për së drejti kunatën tënde Fabiolës, të cilës ja le në shtëpi. Nuk e Hari do ta kuptojë sepse është gjetur ky lloj mekanizmi, ndoshta nuk është Nuk mund thuash tani u martova dhe hajde ti marr. Jo, nuk funksionon, unë thashë në fillim. Zonja për mendimin tim, këta ka dhe instrumenta të tjerë civil që mund të ndjekin, për sa i përket vetë zonjës që po i mbani strehon, si dhe gjyshes tyre që i bie në rastin konkret. Ka instrumenta të tjerë civil që mund të heqin kujdestarisë dhe përdoren si precedent. Pra, nuk kemi përpara një braktisje fëmijësh ti lësh ata në gjumë. Është plotësisht thash, është konsumuar ajo si vepër. Po nuk e di se si është bërë si proces penal ku ka shkuar organet përkatëse, sepse ajo nuk lihet thjesht një. Në Vrusta ta siguroj unë që policia e ka lënë aty. Po është një kallëzim, nuk mund dalësh, diçka duhet vendosë, se ajo përcillet automatikisht. Në të kundërt, do ishte thirrur diku Flutura ose Fabiola. Diku do ishte thirrur. Pra, kemi as hetim, as gjykim dhe as lokalizim të kësaj gruaje që i kërkon një vëmendje më të shtuar në këtë rast, pra duhet të hetuar gjithë situata çfarë ka ndodhur deri në këtë moment. Ka ngjitur ke kallëzimi, aty ka ngjitur. Kanë të gjitha instrumentat, unë e dëgjoj me shumë vëmendje. Unë thjesht dua të isha korrekt për gjitha palët, duke qenë se nuk e kam dëgjuar nga ana e mama cila i ka braktisur fëmijën, që dyshohet që i ka braktisur dhe kështu rezulton, se janë disa muaj, nuk është një moment apo një dytë apo dy dytë. Por kanë të gjitha instrumentat, përveç atyre penal të cilët këta i kanë ndjekur shumë bukur, ka dhe instrumentat tjerë civil, në mënyrë aty që gjithmonë jemi te interesi i fëmijës. Kjo është e gjithë situata. Kur jemi përpara konsumimit të një vepre penale, siç është braktisja, që kjo vepër penale thua ti është konsumuar. Si mund të kërkosh ti qoftë edhe nga ana morale, sa ajo nga ana morale. Po nuk ja mohojmë dot atë drejtë, është e drejtë e nënës në vetë që ta kërkoj, pastaj se e merr apo jo është tjetër gjë. Dua ti marr. Tani dashu para në kuptim të ligjit ajo është përgjegjësi sot. Dakor. Vazhdon të jetë ajo përsëri. Dakor. Pavarësisht fizikisht si ka. Okej. Po dakor, por nëse ajo do shkoj ta bëj një kërkesë të tillë. Kam frikë se nuk e merr dot. Këtu pra do dalim. Që ajo është e penalizuar. Unë i ftoj dhe vetë gjyshen e fëmijëve që ka instrumente civil që mund të bëjnë një kërkesë për heqjen e kujdestarisë kësaj nëne, duke e përdorur dhe precedent fakti që është i provuar tashmë sepse është bërë një kallëzim. Po ku do të mbetet kujdestaria kur babai është izoluar? Merret dhe miratimi, nuk e pengon, pavarësisht që është i izoluar, do merret mendimi i babait dhe babai normalisht do jenë këta që janë jashtë, se s'ka kush e ma babai. Për rastin e babait është një instrument tjetër që shteti dhe gjitha instancat duhet të kenë parasysh të fakt në raport me procedimin për cilin ai që ne nuk kemi shumë informacion të qartë se për çfarë është. Kam procedim as gjë ta them unë. Jo, për sa i përket babait të tyre, që është aktualisht që paraburgohet që duhet parë dhe situata aty sepse është një situatë kritike që fëmijët e tij janë qartë. Duhet të bëjë ligjori masës së sigurisë thoni ju. Në gjykimin tim po, nuk e di për çfarë lloj vepre sepse nuk duan nxitojmë këtë gjë, por janë disa komponentë që duhen marrë dhe familjarët duhet të jenë më të vëmendshëm që gjithë këtë gatishmëritë tyre, këto akte heroik ta mbështesin me gjithë instrumentat ligjore të nevojshëm, me qëllim që të garantohet ligjërisht e gjithë drejtat e tyre. A rrezikojnë ata 3 fëmijë për të shkuar në institucione jetimore, vetëm pas pak me avokatin, por edhe me psikologun ton Eduard Tafa në pjesën e 3 dhe të fundit pas hapësirës së fundit publicitare. Mbas hapësirës së dytë dhe të fundit publicitare, jemi drejt për së drejti në pjesën e 3. Avokat, kam një pyetje që vjen drejt për së drejti nga Fabiola, nga halla që po rrit 3 fëmijët e vllajit, mbas braktisjes së Kamela Soçeni me origjinë nga Vlora, përpara 5 muajsh i ka lënë në gjumë e gjithë familja e kunatës së Fabiolës së bashku edhe me 8 fëmijët e saj, duke u larguar, duke mos thonë asgjë, është bërë një kallëzim në polici, ne nuk e dim, a ka mbetur thjesht në kuadrin e një denoncimi e një kallëzimi, sepse vjera e Kamelës, zonja Flutra, mbas shumë kërkimesh, ka rënë në gjurmët e Kamelës, ka telefonuar familjarët e saj, të cilët kanë pohuar që është në qytetin e Vlorës ose në rrethinat e Vlorës, sepse nuk dihet saktësisht se ku ka qenë Kamela Soçeni dhe ka thënë që çojini ku të doni ata fëmijë, qoftë edhe në jetimore, unë nuk dua më, as me djalin tënd nuk dua të kem punë, të paktën kjo është pojimi në momentet e para të Kamela Soçenit, me origjinë nga Vlora, mendohet se mund të jetoj në Tiranë, mund të bashkëjetoj me një person tjetër sipas të dhënave që vetë familja ka. Ndërkohë që policia është mjaftuar me kallëzimin e largimit të saj dhe nuk ka marrë masa absolutisht dhe vetëm përpara 3 muaj e gjysmë është bërë e gjallë, duke i thënë zonjës Flutra tashmë që jam martuar, unë i dua të mi ktheni mbrapsht fëmijët. Më kaloni pak tek Fabiola regjia. Fabiola, më dëgjon? Presim pak qaste sa po të bëhet gati lidhja e drejt për drejt me Fabiolën. Një konfirmim regjia në qoftë se kam Fabiolën, vetëm përpara pak minutash teksa hidhej sigla
mbas publicitetit për të hapur këtë pjesë të tretë, fola personalisht me të, ajo ishte në një dilemë në fakt për sa i përket fëmijëve, sepse dëgjoj këtu fjalën jetimore, institucion, unë nuk dua tha që ata fëmijë të përfundojnë në institucion. Unë kam sakrifikuar shumë për ata 3 fëmijë, së bashku me 8 mitë janë 11 fëmijë. Fabiola, më dëgjon? Po, të dëgjoj. Pak përpara se të hynim në transmetim ne folëm së bashku. Frika jote më e madhe ishte çfarë më the? Shprika ime që mos më largohen fëmijët, sepse unë do ndihem shumë keq dhe nuk mund ta përballoj dot këtë problem. Pra ti nuk kërkon që ata 3 fëmijë të përfundojnë në jetimore? Jo, nuk dua. Shiko, nëna jote zonja Flutra tha që Kamila është bërë gjallë përpara 3 muajsh e gjysmë, ka thënë që jam e martuar në Tiranë, po bashkëjetoj me dikë dhe dua fëmijët e mi mbrapsh. Jo, nuk mund t'i marrë dot fëmijët mbrapsh, sepse ajo i braktisja ato 3 fëmijë. Si mund t'i marrë mbrapsh, kur ti i braktisje që në fillim ato fëmijë? Si mund t'i marrë dot mbrapsh, nuk mund t'i marrë dot fashë. Pra ti, Fabiola, nuk do as në jetimore dhe as t'ja japësh nënës? Jo, mund t'i marrë vetë. Unë do t'ja dalë vetë. Me forcat e familjes time do t'ja dalë vetë. Qartë. Derisa një vëlla të dali nga atje, të dali dhe të mbështillet me fëmijët e vet, të shohë jetën e vet. A do kërkoni ju t'i hiqni ushtrimin e të drejtës prindërore nënës që i braktisi? Pra ajo mos të ketë asnjë lloj të drejte? Po, duhet t'ja heqë dhe mos të ketë asnjë lloj të drejte, sepse ajo nuk është nën për këto fëmijë. Qartë. Mirë, ta dëgjojmë avokatin dhe më pas psikologun. Mirë, faleminderit Fabiola. Avokat, një kërkesë moralisht, ndoshta Unë kam frikë dhe një visë sepse kallëzimi aty nuk duhet marrë fare. Pra nuk është problemi se është bërë kallëzimi. Unë gjykoj sepse ka detyrim organi i policisë, nëse e merr si kallëzim, në momentin e parë duhet bëhen disa veprime. Duhet ketë pas një vendimarrje. Po sa të humbur kemi ne që i kërkojmë live në këtë studio dhe policia nuk ka bërë asnjë kërkim. Kështu ndodh edhe për rastin e Kamelës. Në kuptimin procedurale duhet ketë bërë një akt, një gjë, mund të komunikuar këtyre një vendimarrje X, mund të jetë. O Fabiola, a ka ardhur policia në familjen tënde ndonjëherë në lidhje me 3 fëmijët? Jo. A jeni pyetur ju apo nëna jote në polici për braktisjen e atyre 3 fëmijëve? Neve thjesht kur kena shkuar që kena bërë kallëzimin. Jo, pas kallëzimit. Jo, asnjë lloj gjëje. Kanë bërë me gojë aty dhe e ka marrë një oficer i caktuar që ka qenë aty. Më fal, thjesht neve kur kena bërë kallëzimin dhe thjesht policia na e ka thënë me gojë. Jo me letra. Se kanë marrë fare, pra ky është e gjithçka. Nuk është marrë si kallëzim fare, nuk është regjistruar. Nuk është se ajo që unë dyshoja, shumë turp. Ajo që unë dyshoja. Sepse pa mund të më ndryshe nëse e merr. Po Fabiola, po ai the që nuk ka si klasë shkollë. Mund ta bëj edhe sot, s'ka probleme. A i the që jam analfabete, nuk kam asnjë klasë shkollë. Pra ti duhet kishe firmosur. Nuk kam bërë shkollë. Nuk thjesht sa çuni kam mësuar edhe që gjithë di shumë mirë që unë. Qartë pra, po e ja the policit këtë gjë. Jo, nuk e kam thënë këtë gjë kështu. Janë momentin që sot mund ta bëjmë para se të bëjë diçka veprim tjetër. Kur të vi ajo. Po kur do vi ajo? Ka kaluar 6 muaj, kur do vi ajo? Ndërkohë ajo jetonte në Vlorë. Kur do vi ajo sipas policisë sa turp? Është shumë turp. Kjo është pra se unë dyshova që në fillim është e pamundur. Dakord. Ja ta lëm pak Fabiola të arsyetoj avokati. Unë një arsyetim shumë të thjeshtë për mos ta lëm. Po, që ta marri fjalën edhe psikologu. Ideja është që kallëzimi që pretendojnë që kanë bërë këta, në të vërtetë nuk është marrë asnjëherë. Sepse rezulton nga gjithë veprimet e mëvonshme që kanë ardhur, nuk ka ndodhur që të jetë regjistruar si kallëzim. Se mund ta ketë thënë me gojë polici, është punë tjetër që nuk i fare, janë organe tjera që mund të jetë. Qytetarët dhe duhet po ne e dim se çfarë organe që të ndjeki hapat ligjor, jo qytetari ndjeki hapat ligjor. Patjetër, por ka më tepër kjo lloj kategorie tani. Ndaj kjo meriton një vëmendje të shtuar, gjë që ju po e bëni më së miri për të hetuar gjithçka çfarë ka ndodhur deri sot. Por zonjën e fjalë nuk e pengon as sot për ta bërë një veprim të tillë. Qartë. Për të vajtur për ta bërë dhe për të marrë një konfirmim real që është regjistruar sot kallëzimin datë kaq apo aq. Për këtë arsye, për atë arsye. Përveç pjesës penale ka dhe instrumenta të tjerë civil që mund të bëhen me një kërkesë për heqjen e kujdestarisë që e bën i vllai i Fabiolës, pavarësisht që është në ambientet e paraputimit. Edhe që është në burg ai mund ta bëj. Mund ta bëj dhe është bashkërisht bashkë me familjarët e vet, sepse në një farë mënyrë pra juristi i burgut mund të shkojë tek vllai i Fabiolës. Mund t'ia parashtroj këtë fakt. Mund t'ia parashtroj faktin dhe mund t'ia Fabiola nëpërmjet duhen për këtë gjë faktikisht duhen dhe nga si ka situata duhen profesionistë për ta bërë një gjë të tillë, për të ndjekur gjithë hapat se çfarë duhet bërë. Por i kanë të gjitha instrumentet, qoftë penal, qoftë civil, për të garantuar të mirën e fëmijëve që ne thamë që në fillim. Duhet ta bëjnë sa më shpejt në mënyrë të aty që mos të ketë nga ana
tjetër veprime të Zoti tjera. Alfred ka qenë këtu, ju ka dëgjuar me vëmendje të dyve, do dëgjoj edhe Eduardi në këto momente, mund të kërkoj dhe rrugën penale dhe rrugën civile, mund ta bëj vllai Fabiolës, mund ta bëj Fabiola dhe nëna e saj Flutra, me ndihmën e zotit Alfred, sepse ndoshta ato edhe nuk e kuptojnë gjuhën juridike, pavarësisht se avokati po flet me gjuhë shumë të thjeshtë, por ti e kupton këtë gjë dhe së bashku ju mund ta çoni përpara gjithë të histori. Edi, sa e dhimbshme është e gjithë historia e treguar? Por shumë e dhimbshme sepse është edhe shumë komplekse. E para. E dyta që nëna që ka braktisur fëmijët, pra braktisja është elementi fundor që normalisht bie edhe në konsumimin e veprës penale, por para që të bëhet braktisja, pra ne kemi disa lloj distancime emocionale, sepse është moskujdesi, është neglizhenca, pra mos ofrimi i pranisë fizike të figurës atërore në këtë rast që është mamaja, sepse babai ndodhet në kushte izolimi dhe është shumë e vështirë që ta ofrojë këtë pjesë, kur pika e fundit fare është edhe psikologjia e braktisjes, që nëna pra ka zgjedhur hapin e fundit për t'u distancuar. Tani, të gjithë do mendojnë se si ka mundësi që një nën ta bëjë këtë. Është shumë e dhimbshme ta mendosh. Edhe ju mund ta veprosh ose ti jesh përballë një situate të tillë. Qoftë për ata që e dinë, qoftë për familjarët, aq më tepër edhe për profesionistët kur vihen pikërisht përballë një rasti të tillë. Por normalisht një profesionist ka kompetencën e duhur për të arritur për të bërë vlerësimin e rastit në mënyrën e duhur, sepse prioriteti kryesor dhe absolut në këtë rast janë fëmijët. Kemi të bëjmë një rast që normalisht nuk e shmangim dot edhe pikpamjen psikologjike, që mund të kemi të bëjmë edhe në kushtet e një traume apo një traume komplekse të mamas tyre. Pra kur ne vendosim në këto kushte, nuk do të thotë që elementi, po them, klinik apo një element psikologjik e justifikon ikjen e saj. Ikja e saj është e pajustifikueshme, por elementi psikologjik vjen si një indicie për të bërë shpjegimin e rastit se pse ka ikur, po them, deri në shkëputje nga fëmijët e saj. Normalisht nëna të tilla përjetojnë edhe sepse duhet me bërë një narrativ shumë të rëndësishme edhe të biografisë së saj jetësore për të parë pak natyrën se si në këtë rast mamaja është rritur në familjen që pra ka qenë në mënyrë se si është trajtuar, psikologjia e saj ndër vite se si është pra ndërtuar, sepse raste të tilla shpesh ne i shohim sidomos kur ka një detachment emotional, pra një shkëputje emocionale, shpesh herë përdoren disa mekanizma mbrojtës, të cilët janë të pavetëdijshëm. Janë të pavetëdijshëm, por kanë një rol aktiv, sepse gjithë jetesa e tyre vendosur në këto kushte që shpesh herë mendja i projekton, edhe nëpërmjet mekanizmave mbrojtjes nuk arrin dot po them të krijojë një qartësi kognitive në rastin që apo në veprimet që ato bëjnë. Sepse mekanizmat mbrojtjes mund të jetë mohimi, që ka bërë një mohim të fëmijëve tyre, mund të jetë disocimi, që është shkëputja emocionale dhe shkëputja fizike nga fëmijët e tyre, dhe vjen një moment i caktuar që të gjitha këto prap ka një mekanizëm mbrojtje që mund t'i racionalizojë. Pra me idenë që mund të jem shkëputur nga kjo për të krijuar një të mirë materiale ose për të krijuar një mirëqenie ekonomike apo fizike të ambientit ku mund të jetojnë dhe pastaj mund të marrë fëmijës. Kjo faktikisht është jashtëzakonisht shumë e vështirë dhe në rastin që ne kemi edhe ato që dëgjuam, që rikthimi i fëmijët ke nëna, pra ke nëna biologjike, ka një risk shumë të lartë për të mos i fituar në organet gjyqësore, sepse është një çështje që duhet zgjidhur në këto organe gjyqësore, institucionale, sepse vetë rasti është shumë kompleks. Dhe fëmijët kanë nevojë të menjëhershme, por e gjithë familja për strukturat psikosociale, sidomos edhe të mbrojtjes dhe të qasjes psikologjike, suplementare, higjienike, ambientale, pra përmbledh në gjithë domethënë këtë sferë, që është një rast emergjent për të shikuar dhe për të ndihmuar më pas. Edi, unë të falenderoj për analizën që i bëre këtij rasti, por kohët e fundit janë shtuar shumë denoncime të këtij niveli, të kësaj lloj kategorie, ku nëna ikin, largohen, kur nuk i kanë partnerët, i lën fëmijët tek vjerri, tek vjera, tek kunata dhe në rastin konkret. Është një trend në rritje. Kemi një shifër dhe një numër që po rritet ku nëna kërkon në mënyrë shumë egoiste, edhe pse sjell në jetë fëmijë, të mos i marrë ato me vete, të ikë dhe të shikojë jetën e saj. Pse ky fenomen? Ose po na bën ne përshtypje se nuk ishim mësuar që ishte nëna që braktiste fëmijët, zakonisht pa i paragjykuar dhe burrat ishin baballarët që nuk e kthenin kokën pas për fëmijët e tyre? Ka shumë faktorë të cilët mund ndikojnë, por është trondittur pak ajo pjesa bazale e familjes, sepse po ta shikojmë, kemi të bëjmë një marrëdhënie ku të dy për shembull duke parë fëmijët që kanë sjellë në jetë, të dy kanë, po them, dhe babai për shembull mund të ketë bërë pra është momentalisht në burg për një vepër penale, por dhe mamaja zgjedh të njëjtën rrugë pra për t'u distancuar. Pra të dy janë në distancë me njëri tjetrin, njëri për arsye të ndryshme, tjetri për arsye të ndryshme. Është që ne kemi diskutuar gjithmonë që pra nuk është vështirësia për ta sjellë një fëmijë në jetë.
Vështirësia është nga momenti që fëmia starton në jetë. Kemi prindër biologjik. Po, prindër biologjik janë të rëndësishëm, por ideja është në momentin që marrin rrugtimin për të bërë prindër, pra statusi nuk ta jep vetëm fëmia. Pra ne fillojmë prindërojmë që në momentin e parë fëmia në jetë. Pra për mënyrën, pra çdo njeri ka një manual të vetëm personal, pra çdo familje ka një manual në mënyrën se si do ndikojnë për të rritur fëmijët. Edhe ajo që është kultivuar tek këto për një kohë shumë gjatë në dekada, është momenti që ata ta kultivojnë tek fëmijët e tyre. Dhe shpesh herë lufta që kanë me njëri tjetrin ose problemet që kanë me njëri tjetrin, konfliktet, mosmarrëveshjet transmetohen pikërisht ato që janë më të pafajshme, që këtë rast janë fëmijët e tyre. Edhe mungesa e komunikimit efektiv dhe eficient midis njëri tjetrit sjell pikërisht këto pasojë. Po, a ka pendes këto lloj individësh brenda vetes së tyre, ose nëse nuk kanë pendes, ka një vrarje ndërgjegje, se si mund të jetojë një prind, por mbi të gjitha një nën? Po sepse kur ato futen luftë me njëri tjetrin, ne shikojnë si po them hakmarrje ndaj njëri tjetrit. Pra, po ti shikosh të dy edhe në një çift, pra që nuk janë në këto kushte, po janë kushte akoma dhe më të mira. Ne kemi patur raste të cilat vijnë, pra jo domosdoshmërisht, po them unë, në vështirësi ekonomike apo sociale, po kemi edhe prindër të cilët janë në nivele shumë të mira, në një standard shumë të mirë ekonomik dhe kanë sërish luftë me njëri tjetrin. Çfarë dinë brenda vetes së tyre këto individ? Jam shumë kurioztare të di. Si hanë, si pinë, si flënë? Si është jeta e tyre e përditshme? Pra, për shembull pyetja jote ndoshta mund të shtrohet në këtë drejtim, se si është e mundur një nënë që braktis fëmijë dhe ka fuqinë për të dashuruar një tjetër. Pra, kanë tranzicione emocionale. Unë nuk flas për dashuri, se ndoshta ajo thjesht po plotson nevojat e saj bazike, emocionale, psikologjike me atë burim tjetër dhe nuk dua ta paragjykoj as zonjën dhe as zotrin. Sepse du dim një gjë që në momentin që je prindër du dish çfarë vendos prioritet parë në jetën. Ose ajo po shet nevojat e saj për të ushqyer Edi, ndoshta arrin edhe në këto nivele. Shiko, mund të jetë në gjitha nivele. Për të ushqyer dhe për të mbijetuar. E panjohura në këtë rast. Ajo po shfrytëzon trupin e saj dhe këtu ne nuk duam të gjykojmë. Mirë, nëse ajo po e bën këtë pjesë, normalisht duhet të jetë një fakt që fëmijët duhet të mbrohen pikërisht nga aktiviteti që ka zgjedhur nëna ose babai, sepse babai është në kushte pra izolimi në burg dhe nëna ka zgjedhur të ikë. Pra, duhet marr ky fakt edhe duhet të mbrojtur dhe fëmia, pra të tre fëmijët në këtë rast. Por është edhe kjo pjesa tjetër që ne kemi parë për shembull që një familje e shëndetshme në momentin që ka fëmijë, më shumë kënaqet me kënaqësinë e fëmijës se me kënaqësinë e tyre personale. Sepse ka vendosje ose vendosje të prioriteteve në jetë. Pra fëmia është prioriteti i parë, çdo gjë vjen më pas. Kurse ne kemi të bëjmë me një familje që prioritetin parësor vendoset vetja dhe më pas lihen të gjithë gjërat tjera në radhë, ku fëmia kalon në plan të dy ose në një plan ku nuk përfshihet fare në projektin e saj. Pra po themi që ata tre fëmijë kanë ardhur të pa planifikuar. Ajo thjesht po kalonte fazat e saj të dashurisë me bashkëjetuesin dhe aksidentalisht kanë ardhur se këtu më çon arsyetimi. Ata tre fëmijë. Arsyetimi mund të ketë sa duash, por normalisht ekzistenca dhe mënyra se si ka zgjedhur personin ta bëjë jetën duhet parë në disa pikpamje të caktuar për që ne të nxjerrim një konkluzion shumë të saktë, sepse pikërisht kemi këtë rast dhe këtë rast po vazhdon të ripërsëriten duke u shtuar. Ktu po më çon pra arsyeja që ata fëmijë kanë ardhur aksidentalisht në jetë, prandaj dhe nëna nuk ka brenga pasi i braktis ato, sepse vazhdon përsëri të shikojë jetën e saj, pa e kthyer kokën pas. Po këtë po them që mamaja, pra ne duhet patjetër që të dim arsyet mbi cilat ajo mund të parashtrojë, por dhe mamaja duhet ketë patjetër atë raportin e saj personal, por dhe atë vlerësimin e saj psikologjik, sepse është një rast që normalisht nuk gjen një shpjegim. Kur mund të reflektoj kjo zonjë? Çfarë mund ta bëjë këtë zonjë të ndërgjegjësohet dhe të kuptojë se çfarë ka ndodhur? Shiko, duhet parë momenti i saj, sepse përderisa ka një mpirje emocionale tek zonja, nuk ka ndjeshmëri. Shkëputja emocionale këtë gjë bën. Pra krijon një mpirje emocionale dhe dytërmisht vendoset, sepse duhet dim një gjë që truri është një aparat mendor që normalisht është i ndërtuar i dizenjuar për të mbijetuar. Dhe dytërmisht kur vendoset në kushte kaq të vështira dhe ekstreme, pra tenton mënyrat nga më të ndryshme, sidomos nëpërmjet mekanizmave mbrojtjes për të mbijetuar. Dhe dytërmisht janë këto mekanizma mbrojtjes që marrin një rol aktiv. Kur situata mund të mos jetë domosdoshmërisht e sigurt për personin, po detyrohet vetëm mbrojt në atë mënyrë. Pse? Sepse kohët më përpara mund të jetë instaluar një mënyrë vetëm mbrojtje pikërisht e këtij lloji. Edhe normalisht nuk arrin dot të bëjë diferencimin e duhur në momentet e caktuara. Prandaj po them që është një rast kompleks edhe që nëna në këtë moment, pra ka bërë një thirrje për të kthyer familje që mbi cilën janë vendosur vinë me të drejtën e tyre kërkon që të rrinë fëmijët aty dhe mos i marrë joma dhe mendoj mande një proces gjyqësor mund ta vërtetojnë sepse zoti i marri mamaja. Pika e shkarkimit të valvulës emocionale kur mund të jetë? Që kjo zonjë të reflektojë.
Janë raste që normalisht duhen ndihmë psikologjike, profesionale. Pra, sepse dytërmisht mendoj janë konsumuar elementet vetjak të vetëndimes apo të vetë menaxhimit të tyre emocional, edhe kur kemi një reziliencë jo të shëndetshme apo do të them një reziliencë të dobët në këtë rast nga personat, është shumë e nevojshme që kërkimi ndihmës profesionale që mund të merret nga strukturat lokale ose strukturat e vendit qytetit ku banojnë. Faleminderit Edi, faleminderit avokat, edhe ditën e sotme nëse Fabiola dhe zonja Flutra do shkojnë, sepse për pak minuta mund të jenë bashkë të dyja në Nebit, paktën ashtu siç diskutova me të dyja, mund të shkojnë pranë komisariatit ku kanë bërë kallëzimin. Ky kallëzim nuk është marrë dhe menjëherë të kërkojnë një shkresë, të kërkojnë informacion fillimisht, pastaj të kërkojnë një dokument ku është bërë kallëzimi penal në lidhje me nënën dhe braktisjen e këtyre 3 fëmijëve. Edhe sot nuk është vonë. Jo, asnjëherë nuk është vonë. Asnjëherë nuk është vonë, falenderoj të dyve. Përpara se të falenderoj zoti Alfred, ke diçka për të thënë? Ndoshta Kamelës, nëse po na ndjek drejt për drejt, se ti ke një jo. Unë kam takuar Kamelën, thashë. I ke humbur komplet shpresën. Jo, asaj më dhon fëmijët prap, nuk është çudi që ti praktisi prap. Mirë, faleminderit që ishe me mua në studio. Fabiola, më dëgjon? Po, të dëgjoj. Kush është thirrja jote e fundit për ata 3 fëmijë, por edhe për 8 fëmijët e tu? Irja ime është unë e kam thonë dhe të gjypetit, thjesht du një strehim. Veçën strehimi ajo më bëndër më, sepse... Një strehim dinjitos flasim. Pa gjitha gjërat e të ishit. E vërtet. Mirë, Fabiola, do mbetemi bashkë në kontakt, edhe sot mund të shkosh në polici, sepse kallëzimi nuk është marrë, thot avokati, të paktën ti nuk ke një shkres, së bashku me mamin, mami po vjen aty, se fola pak më përpara se të flisnim bashkë, zonja Flutra, do jeni të dyja bashkë, shkoni dhe kërkojeni me anë të një dokumenti në policin ku keni bërë kallëzimin e parë, të kërkoni pastaj në mënyrë institucionale, ligjore, lajmërojni dhe vllajin që në burg, me anë të juristit të burgut, ai të bëjë një kërkesë për sa i përket heqjes së ushtrimit të drejtës prindërore të Kamela Soçenit. Soçeni është mbiemri i Kamelës për ta mbajtur mend, me origjinë nga Vlora, mendohet se mund të jetojë në Tiranë duke bashkëjetuar me një person tjetër. Faleminderit edhe një herë Fabiol që të kisha drejt për së drejti në studio, do mbetemi në kontakt derisa të realizojmë edhe apelin e fundit që ti the në këtë studio. Dua t'i mbaj fëmijët e vllajt, fëmijët i takojnë vllajt tim, ndërkohë që mund të ndiqni edhe aspektin penal edhe civil në heqjen e së drejtës prindërore të kësaj zonje. Vetë Kamela nëse po e ndjek drejt për drejt ose pas pak edhe në kanalin ton zyrtar në YouTube, Kamela më telefonon në numrin 069 20 37 000. Bashkëndajemi këtu të nderuar miq për të ritakuar në ditët në vijim. Deri atëherë më takofshim.